Përballja e rallës në kampionat për vllaznin do të jetë kundër Egnatias në Rogozhin, sfidë që luhet në kuadër të javës së 10 dhe startit të fazës së 2 të kampionatit. Një duel direkt për vendin e parë në renditje, pasi aktualisht udhëheq Vllaznia me 19 pikë, e ndjekur nga Rogozhinasit me vetëm 1 pikë më pak. Në konferencën për shtyp në prag të kësaj sfide, drejtori sportiv i Vllaznis Vjorensin Sinani tregoi gjendjen e skuadrës, ndërsa vlerësoi Rogozhinasit si një skuadër me kualitet. Sinani nënvizoi se Kuçeblut nuk kanë frikë asnjë kundërshtar dhe do të luajnë deri në fund për trofe. Gjendja e skuadrës është shumë e mirë. Ne jemi me një ekip që meriton respekt, si Rogozhina, Egnatia dhe fundit meriton respekt se është edhe kampionja e vendit në fuqi, por Vllaznia, a them me bindje që nuk i friksohet as Egnatias dhe as kujt, çdo e kena deklaruar çdo ndeshje do të shkojmë veç për 3 pikë, veç për fitore. Ajo sfidë tash është e kaluar, ekipi është mirë në çdo aspekt. Të pas parasysh që është çereku kampionatit i përfunduar, jena në vend parë, djemt duhen përgëzu bashkë me trajnerin, bashkë me stafin, pasi kanë bërë një fazë të parë të mrekullueshme, kanë kthyer një futboll të bukur, kanë kthyer tifozët, kanë filluar me ushtu numër në stadium, të përkrah ekipin, të i pëlqy loja sulmuese dhe besoj që unë kam vetëm fjalë të mira për stafin, për trajnerin dhe për djemt. Shqetësuesi i quajti dëmtime që skuadra ka patur në këtë periudhë dhe veçanërisht u ndal tek rasti Bismarck. U bën rreth 4-5 javë të pakën me 4-5 mungesa, me 6 mungesa. Është një detyrë akoma më e vështirë, se të mungojnë gjysma e ekipit, nuk ka gjë e vogël për çdo ekip, për Vllaznin dhe për çdo ekip. Bismarck jo më larg se parë kam fol me stafin mjekësor dhe maksimumi sipas stafit mjekësor brenda 2 javëve do të jetë stërvitje me ekipin. Vetëm probleme dëmtimesh, asnjë problem tjetër, asnjë shqetësim tjetër. Dëmtimet janë pjesë e lojës, nuk do të dëshirosha me pas kaq shumë dëmtime, ndoshta 1-2 edhe mund të pranohet se kampionati i gjatë ka luftë sportive për çdo javë, por askush nuk e don dëmtimet. Për momentin kena 2 lojtarë jashtë, si Çato dhe Dros, bashkë me Çato, Çato do të jetë këtë radhë bankinë Dros bashkë me Bismarckun. Gradualisht uroj që edhe këta dy të jenë afër ekipit. Vllaznia në luftën për trofe këtë vit është një prej opsioneve kryesore, por gara deri në fund mbetet e vështirë dhe Sinani kërkon që të gjithë të qëndrojnë me këmbë në tokë. Besoj që kena bërë një ekip mirë dhe me luftu për çdo trofe të mundshëm. Se sa do ta realizojmë, koha do ta tregojë.